Falenderimet, madhërimet dhe lavdrimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë. Atë e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet e përzemërta e dërgojmë vullës së pejgamberisë, mësuesit tonë e të mbar njerëzisë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij, familjes së tij dhe të gjithë besimtarëve që janë sinqert me besimin e vet deri në ditën e fundit. Të respektuar vëllezër, intenca ma madhe e besimtarit në jetën e kësaj bote është mu mundu maksimalisht që fjalët të cilat dalin nga brendësia e njeriut, nga bindja e njeriut, nga zemra e njeriut, e edukuar mirë në islam, të përputhen me veprat e jashtme, me gjanat të cilat i kena në përditshmërinë tonë. Për të vërtetu sa rëndësishme është kjo për jetën edhe për besimin e besimtarit në jetë. Pra do të shohim disa ajete, disa hadithe, edhe disa ngjarje për jetës Muhammedit a.s. që ta rrethojmë edhe të bim një konkluz për seriozitetin e kësaj që po them. Sepse besoni mirë se në qoftë se analizojmë fillimet e shtrirjes së besimit Islam në botë, do të gjeni njerëz të cilët kanë qenë pa një ditë shkollë. Do të gjeni njerëz prej sahabeve të mëdhej, radiallahu anhum, Zoti qoftë i kënaqur me ata që emrin e vet s'kan ditë me e shkruaj. Por nga që është përputh ajo bindja e tyre e mbrëmshme me veprën e tyre të jashtme, kanë lënë aq ndikim pozitiv tek bota në atë kohë, saqë njerëzit janë pyet, Allah ja rab, qa janë këta njerëz? Ç'është kjo ide që i ka eduku këta njerëz deri në këtë nivel? Ajetet të cilat flasin për këtë temë, ajeti bazë i kësaj që po them, është një ajet që qëndron në surën Saf, pra surja e rreshtave e safave, pra në ajetin e dytë të kësaj sure, i madhi Allah te bareke ve teala thot: Ja ejuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O ju besimtar, pse thoni, pse flitni diçka që ju atë nuk e veproni? Kebure makten inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Është një prej mëkateve të mëdha të njeriu me thënë atë që nuk e bën. Gjithnjë këto ulemaja kanë thënë bëhet fjalë për ato vepra të cilat Allahu i ka bërë farz, i ka urdhëruar. Se ta zam ti mundesh me këshillu dikën me ninu ditën e hanë e tente, që është sunet, traditë e pejgamberit alayhis salam, është sevap i madh. E bëla ti vet nuk e ninen, po nëse je ba shkak, ndoshta dikën e ke motivu me ninu të hanë e tente, s'prish punë. Por mi than dikuj, fale e sabahun, e vet mos mi fal, e ke rënë këtë kategori. Mi than dikuj mos rrej, e ti vet rrin, ke rënë këtë kategori. Mi than dikuj pse i ke bë dallavere filanit, e ti bën dallavere, ke rënë këtë kategori. A ke qartë? Tamam. Ajeti i dytë. Allahu xhaleshanuhu kur flet për veprën, thot se e ka urdhëruar robin: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din." E ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu që ta adhurojnë atë duke qenë i sinqert, me sinqeritet, jo me lëramani. E du Allahun xhaleshanuhu me zemër dhe kryj namazin me zemër, e kryj agjërimin me zemër, largohem prej një vepër se e duhet atë vepër. Pra, ajeti i tretë, Allahu xhaleshanuhu tregon se të folurit pa pas aplikim praktik, të folurit vesh bla 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 vesh me fol, e mos e bë kur gjë, do me thënë ai nuk ka vlerë respekt te Allahu xhaleshanuhu. Është batil, është i kot. Dhe mos u habit pse dikujt nuk i ecën fjala, as ke gruaja, as ke fëmia, as ke dikush tjetër. Secën, se ka sinqerisht sinqert, o vllak ka probleme me sinqeritetin. Ka probleme me sinqeritetin. Allahu xhaleshanuhu thot në surën Nisa, ajeti 114, La khayra fi kathirin min najwahum, nuk ka hajër në përbiseda të tyre, illa përveç kur thot biseda të tyre mendohet përgjithësim bisedat njerëzve. Edhe pse bëhet ndoshta këtu fjalë për një rast konkret. Nuk ka hajër, s'ka asnjë dobi
prej bisedave të që bëjnë njerëzit fshehtas a haptas, illa men emere bi sadakatin, përveç thot ai që flet për sadakan, që urdhron me ba një sadak, me ba një mirë, au ma'rufin, edhe me ba një vepër të mirë, au islahin bejnë nas, ose që agjiton për mu pajtu njerëzit, me shku njerëzit mirë me njëri tjetrin, me ba mirë ndër njerëz. Këta lloj veprash kanë dhe me thanë pesh. Me nej me fol, teori, flit deri sabah teori, kur gja prej praktikës, ka është i shumëzuaj e punë me zero. Dhe ajeti 4 që cekin dietarët pra në këtë temë, thojnë njeriu i cili dhe me thanë bjen kundërshtim aja sinceriteti me atë çka ai thot, atëherë aja thot është që është vepër që s'ka asnjë dobi për jetën e besimtarit. Paramendoj vepra më dështore e adhurimit të Allahut xhaleshanu që është namazi. Thot Allahu xhaleshanu në surën Nisa 142, wa idha qamu ila salati, kur çohen mu fal, qamu kusala, çohen disesi si me demeli. Aq pa pritej valla. Hyni namazi aq pa pritej. Edhe t'ja fut një shprint ashtu ke kreveti aty në natën sabat dhe vap në një organ me njerë, ose dhe një vakt tjetër, a kupton ti shpejt hajsa se ta heq qafe. Pa gjet një prehje, pa gjet një rahati, një mirësinte. Pra Allah, kujdes, Allahu shumë na ka potencu këta gjana. Vetëm kështu është sinqeriteti me besimin me Allahun xhaleshanu. Hadithet që flasin për këtë, pra hadithi për përputhjen e fjalës dhe veprës, thot pejgamberi alayhis salam në hadithin që e shënon Imam Buhariu dhe Muslimi, sinqeriteti çon në bamirësi. E bamirësia e çon njeriu në xhennet. Pra, shife nuk thot, domethënë me bë një punë diçka edhe ajo me të çu me bë mirë. Sinqeriteti, jo dashuria, valla ç'kisha me dash me bë një punë të mirë pa pritej. Kisha me dash me bë një punë të mirë pa diçka pa pritej. Ma pa pritej. Se dhe një herë tjetër, dhe një ditë tjetër. Dhe një ditë tjetër, ase vjen ose s'vjen edhe në shumicën e rasteve s'vjen edhe hiç. Pra, kujdes, se ke problem me sinqeritetin. Si e sinqert në ç't ka shkuar mend. Si e sinqert. Se po ti je i sinqert, më ja çon me bat punën, sepse din se ajo puna mirë çon në xhenet. Kalon diçka shef dhe i ngjan rrugë, që i pengen njerëzve, sidomos me automobila, se marume me automobila ma, se 100 metra si ban pa automobil. Shef dhe ngja, i ban lak, një, i dyti, i treti, i secili. Kërkush nuk nalet, me thanë, hiqe më një këtë se shtu i ngatru njerëzve, shtu i baha vale diçka. Pse? Po se ke motivin, mungen motivi. Cili motiv? Po ti nëse e hekate, ke fitu se vap, a i se vap, që në gjennet o buridhët. Që dhe në motiv më të madhë? Qa pret ti? Një ashtë pret një vepër të madhe që ka me tartë për me bashi me shku në gjennet? Veprat e vogre shfrytëzoj ti. Veprat e mdhaja vinë edhe së të vinë gjithmonë jetë, edhe gjithkuj. Ama kësi vepra është vogla për gjithë ditë i ke parasysh. Shfrytëzoj ata. Mos i në lërso. Tjetër hadith që flet në këtë temë, thot, në qoftë se ajo që njeriu thot nuk përputhet me atë çka njeriu bën, kjo kushqevi pak parë prezent ndërlidhet me temën që fola pak parë, me temën e dyftërsisë, e hipokritëve. Një gjë flasin, tjetër gjë bajnë. Çfarë thot pejgamberi alayhis salam konkret, i konkretizon, i plastifikon. Thot shenjat e munafikut janë thot 3. Kur flet, rrin, gënjen. Kur premton dikujt diçka, nuk e marr premtimin, nuk e marr fjalën. Edhe kur ja beson dikush diçka, kjo e tradhton. Ta 3 vepra njeriu që me bë minull këta 3 vepra njeriu, vëlla shpejt ke doktori, kur them ke doktori, më dhe i ke Allahu xhaleshanu edhe ke pejgamberi i tij. Shpejt se je në rrezik. Je në rrezik shumë të madh mu regjistru në mesin e munafikëve e dëftyrshave. E parë e tregova ajetin se është kategoria më e keqe e racës njerëzore në përgjithësi, kategoria e dyftyrshave. Pse tan njerëzit mashtrohen me dyftyrsh. Se kur dikush thot se je i keq edhe kërkush nuk afrohet me ty, burr. Nëse je i mirë ose i keq, u kuptu. Pa kur bahesh se je kështu ose ashtu, këtu është problem, se dikush mashtrohet. E treta, hadithi i tretë,
I ka përshu pejgamberi a.s. Thot, njerëzit më të këqij tek Allahu xhaleshanuhu në ditën e gjykimit kanë qenë ata njerëz të cilët njerëzit tjerë kanë ikë prej tyre për shkak të veprave të tyre, për shkak të keqes së tyre që ata kanë bërë. Si mi kuptu këtë pak ma letë hoq, që si për të kuptuar, edhe e ke një disa herë. Një grua në kohën e pejgamberit a.s. ka falë 5 vakt, është ka ninu Ramazan, një sa ka pas mundësi, ka animu njerëzve materialisht, edhe haxhin e ka kry, për me kojshisi ka pas punë si duhet, i ka ardhë keq, ka ba i zjetë, sa kush e ka pa në rrugë, ja kanë shlu rrugën. Kur e kanë vetë pejgamberi sa ja kanë përshkruar gruan ka thënë, la khajre fiha, asnjë hajr, asnjë të mirë në tes ka. E Zoti na rujt. Ka thënë, jemi në klinar, ajo është prej banorëve të xhenemit. S'po hym a përgjithmonë ashtu përkohësisht. Po mjaft e ke këtë. Ki kujdes. Hadithi i 4 që përmendet në këtë temë është se ka ardhur një sahabe ke pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe i ka thënë ja Resul Allah, më këshillo, më jep një këshill. Atëri ka thënë, thuj amantu billahi, unë e besoj Allahun, thumma istaqim, e pastaj kam ngul në atë punë. Jo veç e besoj Allahun. Jo veç me deklaru me gojë unë e besoj Allahun xhaleshanuhu, por masi e ke besu Allahun xhaleshanuhu, mësoj urdhrat e Allahut, mësoj ndalesat e Allahut, respektoj ata, tash je like, tash je okay. Por jo vetëm unal, unë e besoj Allahun, se përndësh, domethënë nuk është të përputh fjala me vepër. Mostra më e mirë që na i ka kallëzu praktikisht këta ka qenë Muhamedi alayhis salam. Pra, këto që përmenda drejt tash ishin disa ajete, disa hadithe. Kurse jeta praktike e njeriut, sepse pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala ka qenë pra abd dhe rasul, ka qenë edhe rob i Zotit, edhe pejgamberi i tij. Pra, rob në kuptimin njeri si unë e ti, i cili ka hangër dhe ka pi, ka pas nevojat siç kena unë e ti, është martu si martohen njerëzit e tjerë. Pra, ka pas fëmijë njësej si të tjerit. I ka kryt dhe ka punu, i ka ba aktivitetet si gjithë njerëzit e tjerë. Është abd. Dhe në atë lloj jete, pra njerëzit e kanë njohur si el emin, besnik. Pse? Kurrën e kurrës nuk e kanë gjetë njerëzit, domethënë në kundërshtim të fjalës së tij me veprën e tij. Pra, a është bërë fjalë për Muhamedit, kanë thënë është emini ai, është besnik. Për atë kanë pas në thojza problem shumë të madh njerëzit në atë kohë, arab që s'kan dashur me pranu islamin me te. Për të kanë pas me te. Se ta kishin ditë se ishte një dallaverxhi, dhe një rëndës, dhe një mashtrues. A kupten? Hiqu mërse. A kupten? Di me ke kena punë. Problemi është se ai s'kan ditë me a gjetë një gjatë keqe. S'ka pas dhe njerë që e ka thënë diçka që se ka majtë. Ka qenë njerëzit e ka njoft me besnik. Që me thënë, me të njoft njerëzit në shoqni besnik, kjo është e madhe vllai dashur. Na po ballafaqohena me të lifar njerëzish. Për Zotin, ka njerë rrin me një njeri, edhe shef një i tretë thot, hiqu marti mas rrim e te thot, çka ishte ai? Subhanallah. Po s'di më vllaun që diun në xhami e kam pak, një aty ka ardhur mu fal, aty e kam njoftu. Ik mi ti. Subhanallah. E dyta, kur ka qenë një rast që kur i ka pas pejgamberi e sam diku rreth 35 vjeç, ka qenë një vërshim në Mekë dhe është rrenu një mur prej mureve të Qabes, edhe në të mur ka qenë edhe guri i zi. Dhe Kurejshët, fisi pra populli, e ka gadit edhe njëherë Qaben, po për ka qenë mere madhe tash me marrë edhe gurin e zi me vendosa të ku ka qenë. Dhe gati se kanë hyrë shamat edhe në konflikt shumë të madh. Ja unë, edhe në fund kanë thënë një gjë. Njeriu i parë që të hyjnë tash në hapësinën e Qabes, atij do na më lani mi vu gurin. Edhe Allahu xhaleshanu e çan kanë tjetër veç Muhamedit alayhis salam. Po të kishte hyrë deri dallaverxhi, 100% kishin thënë, "Ja marr kët me vu, kët mineru." Ka hyrë njeriu i cili i ka lënë pa fjalë. S'kan pas çfarë më thënë për të. Me njëherë urdhna, bujrum.
peqe, tap gurin, tak në vend, u kry puna, u qetësu situata. Pse? E kanë njoft pra, ja kanë njoft veprat e tia, të mira. E treta, ka raste, masi veç i ka fillu pejgamberluku, Muhamedi a.s. që ka ba kontrata me palë tjera, me palë të më thanë, jo besimtare. Një prej e tyre, dhe më thanë, kur ka qenë lufta e Bedrit, në vitin e 2 Hijri, pra masi kanë ikë prej Mekës, kanë shku në Medinë, ka qenë një djalosh i vogël, i ri, i cili aq ka qenë i flakt me marrë pjesë aty bashkë me ushtrinë e Muhamedit a.s. Sa që pejgamberi më thanë, ja, kthejo ti, i ka thënë, dhe më thanë, edhe ti keme u kyke prindrit e tuj. Megjithatë ky ka ikë prindve, shehur azi. Kur e ka pa pejgamberi e ka kthy mrapa. Me njëherë mu largu, mu kthy ke prindrit e tuj. S'ka vlla, a ka thënë njëherë pik, principiell dosh me qenë. S'ka tesh kështu, tesh i luhatshëm, tesh kështu, tesh ashtu. Pik, edhe s'ka me lujt. Ka noll kontrata me mushrik të Mekës, masi kanë kalu, dhe më thanë, besimtarët në Medinë, kanë ba në vitin e 6, që ka qenë një farë marrëveshje e Hudejbijes, dhe një prej pikave ka qenë aty, që e kanë propozu ata qafiret e Mekës, kanë thanë, në qoftë se dikush prej Mekelive, e pranon besimin, e vjen ke Muhamedi mas mi pranuat njeri. Po imagjinoje se dikush me thanë, do me hynë xhami, ti mi thanë, del jashtë, s'mush me hynë xhami. S'ke me hynë xhami. E në qoftë se dikush për ushtarëve të Muhamedit, për njerëzve të Muhamedit, ikën ke Mekelit, dhe me një fjalë, e lënë fen, kthehet në fenën e parëve, u dha marr. Kështu e ka nënshkruar, ka afirmos Muhamedi alayhis salam, me dorë ti. Si duket kjo në mendën tema dhe tënde, edhe të sahabeve atëherë. Kanë thënë, ja Resulullah, po jeni në drejta, a janë ata në drejtë? Si kje punë kështu, me na ik nemas, joni me bë me shku atje, tim aj me e këthy. Ka kry punë, ishtë firmos kje punë. Ka qenë një njeri e ka pranu islamin, edhe i ka qu fjallë tja Resulullah, kishe marrë këtin Medine. Ka thënë, s'ke marrë Medine. Deri sa sillet situata në favorin tonë, deri sa në të këshiron Mekën, ti s'ke marrë Medine, ti ke me ndin Mekë. Re aty, në kuptimin, re aty, tërës aty, më sheft ma e besimin, falu si dishti, në prit deri sa Allahu të caktojnë për mu çliru Mekë. Sepse kena kontratën e firmosën, nuk e them në kontratën. Pra besimtari nuk e them kontratën. Më fjallën që e ka dhanë, pik. Vllazën dashtën, këto janë disa prej mësimeve të besimit, duke fillu prej librit të Allahu xhaleshanuhu, prej Kuranit azimushan, duke vazhdu me të hadithet e pejgamberit alayhis salam, dhe duke vazhdu me jetën e tij praktike, se si duhet me pas kujdes jetën tonë, me e udhëheq, me e drejtu në këtë botë. Kujdes fjalët tona, bindjet tona, ti qesim ashtu si duhet në praks, jo me ardhë në kundërshtim praktika jonë me të mbrëmshmen tonë. Sepse e para, feja islame i gjykon ata premtimet e boshe edhe fjalët që nuk përputhen me realitetin e me praktikën e njeriut. Dyftërsia njifet kur njeriu, dhe me thanë, është në bën dallim mes veprës së tij edhe fjalës që ka. Edhe pejgamberi alayhis salam është shembulli më i mirë i njeriut që gjithmonë fjalët e tia i ka qitë në praktik. Andaj, për me dasht i madhi Allah te bareke ve taala, me na e pranu imanin ton, asaj që i themi ne, o Zot, unë kam besu në ty, o Allah, unë besoj në ty. Ndërç me ta pranu Allahu xhaleshanu këtë besim, mundoju që atë që e ke besu, atë me të përputh edhe me praktikën e jetën e përditshme. Në këtë rrugë, e lusim Allahun xhaleshanuhu me na ndihmu, me na lehtësu dhe me na ngrit nivelin e sinqeritetit ndaj Allahu xhaleshanuhu, ndaj pejgamberit të tij, ndaj gjithë njerëzve në përgjithësi në nivelin dhe në shkallën më të lartë. Amin. Wa aqulu ma tasma'un astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu lana wa